Situata është shumë delikate në këto momente për sa i përket edhe gjendjes politike në Shqipëri, protesta. Personalisht, unë jam karakterizuar gjithmonë si shpirt revolucionar, që gjithmonë e kam ngritur zërin për të drejtën dhe që gjithmonë nuk më ka plasur. Nuk është se politika dhe qeveria do jetë më si më parë, nuk e di a do rrëzohet kjo qeveri. Në një mënyrë apo tjetrën, ajo që unë shoh nga rinia shqiptare, ajo që duhet bërë e qartë, ka gjithë populli që po del për ditë në protest, që kam dalë edhe unë vetë, sa që më kam plasur kapilarët të këmbët. Le të plasin, mami, për një qëllim, po. Por që edhe nëse nuk rrëzohet qeveria, të paktën t'i bëhet e qartë qeverisë, ashtu si dhe zotit kryeministër, që bëhet, si themi ne, bëhet si do populli, nuk bëhet ashtu si është bërë deri tani. Shpresoj shumë, mam, që të shohim ndryshime. Jam e sigurt për këtë, mam. Revolucioni Flamingo. Kjo është një gjë e papar, një gjë. Edhe veshja ditëlindjes time që ishte me temë, që isha bërë si Flamingo, nga Motrat Barzezi, do me thënë, jam duke im shuar shumë fort kësaj gjëje, sepse dua të jap shpresë të gjithë shqiptarëve që kanë detur të strukur, se thonin, kush do dali, ja, unë jam kundër, po kush do dali. Do ti që po shohim që jemi të gjithë në shesh, siç edhe kam deklaruar që nuk e dija që pas kemi qenë të gjithë me një mendje. Kur të vete fika, kus mban më të keqen mamaja, në një mendje jemi.